Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashur besimtar e besimtare, të nderuar qytetar të pranishëm sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe ju që na ndiqnin nga ekranet, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju dhe familjet tuaja. Sot, në këtë mëngjes Bajrami, zemrat tona rrahin më fort nga gëzimi dhe mirënjohja. Me përulje dhe falenderim i drejtohemi krijuesit të gjithësisë, që na dha mundësinë ta përjetojmë edhe një herë këtë festë të sakrificës, festën e Kurban Bajramit. Më lejoni t'ju uroj me përzemërsi, gëzuar Kurban Bajramin, qofshi të gëzuar në familjet tuaj, miqt dhe të dashurit. Është një pamje sa e rrallë, aq edhe madhështore mbledhja e mirave besimtarëve sot në këtë bulevard, në këtë orë, në një atmosferë vllazërore të gëzueshme, për t'i dedikuar lutjet dhe falenderimet e tyre krijuesit të lartësuar. Kjo pamje është dëshmi e fuqisë së fesë, e bukurisë së bashkimit dhe e thellësisë së besimit. Në këto çaste miliona musliman nga të gjitha kontinentet, të pasur e të varfër, të njohur e të panjohur, të rinj e të moshuar, veshur me petkun e bardhë të ihramit, shenja e barazisë, sinqeritetit dhe përkushtimit, po kryejnë haxhin, dhe mes tyre janë edhe vëllezërit dhe motrat tona nga Shqipëria. E lutim Allahun fuqiplot, t'ua pranoj haxhin, t'ua shlyej gjunahet dhe t'i kthejë shëndosh në gjirin e familjeve të tyre. Sot si në Tiranë, ashtu edhe në haxh dhe në të gjithë botën, muslimanët i drejtohen me përulje Zotit të tyre, me duart e ngritura dhe me zemrat të hapura, duke kërkuar paqe, falje dhe mëshirë. Kurban Bajrami është festë e sakrificës, e mëshirës, e përkushtimit, e lidhjes me Zotin dhe me njerëzit. Është një ditë që na kujton historinë e profetit Ibrahim a.s., që na mëson se dashuria për Zotin është më e madhe se çdo gjë tjetër, dhe se kur besimi është i fortë, asnjë sprov nuk është e pakalueshme. Në këtë atmosferë shpirtërore, le ta nisim këtë ditë të bekuar me fjalën më të lartë, më të pastër dhe më ndriçuese, fjalën e Allahut, Kuranin famëlart. Ftojmë hafizin e nderuar Enes Hyka për të lexuar disa ajete të zgjedhura nga Kurani famëlart. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Faleminderit Hafizi i nderuar. Tani kam nderin të ftoj kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, për fjalën e tij përshëndetëse.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në emër të Zotit mëshirues, mëshibërës, paqja, mirësia, begatia e krijuesit të gjithësisë, qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja e Zotit qoftë mbi gjithë ne. Të nderuar besimtar, kudo që ndodheni, motra dhe vëllezër, sot është një ditë e madhe dhe e bekuar, një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Kjo festë na rikthen tek një nga shembujt më të mëdhenj të besimit njerëzor, për kushtimi i profetit Ibrahim a.s. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Besimi i tij i palëkundur dhe gatishmëria për të dhënë gjithçka për hir të Zotit. Kurban është festa e zemrës së pastër, është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Në këtë ditë të shenjtë, Allahu na kujton në Kuranin famulart: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Më i nderuari, më i miri tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky ajet është një mesazh i madh për gjithë njerëzimin, të jetojmë me respekt, me mirëkuptim dhe me dinjitet ndaj njëri tjetrit, të gjithë së bashku. Këto ditë të bekuara lidhen edhe me ibadetin madhështor të haxhit, ku miliona besimtar anë kënd botës, mes tyre edhe qindra nga Shqipëria, janë mbledhur në vendet e shejta për të përgjigjur thirrjes së Allahut me devotshmëri dhe për ulësi. Të nderuar vëllezër dhe motra, haxhi është simbol i barazisë dhe i unitetit. Ai na kujton se para Zotit nuk ka as dallim mes njerëzve dhe se forca më e madhe e besimtarit është besimi i sinqert dhe zemra e pastër. Sot, kur familjet tona mblidhen rreth sofrës së Bajramit, të mos harrojmë ata që nuk kanë një sofër të plotë. Të mos harrojmë të moshuarit që presin një telefonat, një trokitje në derë apo një përqafim. Të mos harrojmë familjet në nevojë, jetimët, njerëzit që përballen me vështirësi ekonomike, me vetmi apo me sëmundje. Vlera e kësaj feste nuk matet me atë që kemi në tryezë, por me atë që kemi në zemër. Një vizitë tek prindrit është ibadet, një fjalë e mirë për dikë që vuan është sadaka, një dorë e shtrirë për të varfrin është fisnikëri, një falje sinqertë është paqe. Shoqëria jon ka nevojë më shumë se kur për njerëz që ndërtojnë ura e përçojnë dashuri e mirësi mes njëri tjetrit. Ka nevojë për zemra që bashkojnë dhe jo gjuhë që përçajnë. Ka nevojë për familje me dashuri, për të rinj me shpresë dhe për institucione me përgjegjësi morale. Ne shqiptarët kemi një pasuri të rrallë që duhet të ruajmë me krenari,
harmoninë ndërfetare. Në këtë vend, këmbanat dhe ezani kanë jetuar pra njëri tjetrit si zëra paqeje. Kjo nuk është rastësi, është kulturë, është qytetërim, është amaneti i të parëve tanë. Të dashur vëllezër dhe motra, feja islame nuk na mëson urrëtitjen, feja nuk na mëson arrogancën, feja na mëson respektin për njeriu në tërësi, për jetën dhe për dinjitetin njerëzor. Profeti Muhammed a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të thotë, më i miri ndër njerëz është ai që sjell më shumë dobi njerëzve. Prandaj në këtë ditë Bajrami le ta pyesim veten, sa mirësi kemi dhënë, sa zemra kemi lehtësuar, sa njerëz kemi afruar pranë nesh. Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, bota sot po kalon sprova të mëdha, luftra, varfëri, pasiguri dhe krizë shpirtërore. Edhe shoqëria jonë përballet me këto sfida. Por ne nuk duhet ta humbasim shpresën tek i madhi Zot. Besimtari është njeri i shpresës, besimtari është njeri i paqes, besimtari është njeri që ngrihet edhe kur koha bëhet shumë e vështirë për atë. Le të jetë kjo festë një moment pajtimi për familjet tona, një moment afrimi mes njerëzve, një moment reflektimi për të qenë më të drejtë, më të ndershëm, më të dhemshur ndaj njëri tjetrit. Lusim Allahun që ta na pranojë adhurimin, lutjet dhe kurbanet tona. Lusim Zotin e gjithësisë të sjell paqe në zemrat tona, në familjet dhe në mbar botën. Lusim Zotin të shërojë të smurët, të ndihmojë njerëzit në nevojë dhe të japë shpresë çdo zemre të lënduar. Një urim të veçantë u përcjellim edhe të gjithë haxhinëve shqiptar që ndodhen në Mekë e në Medinë. Allahu ju pranoft haxhin, lutjet e tyre që janë përgjëruar gjatë tyre ditëve. Për çdo adhurim që kanë kryer, i ktheft shëndoshë mirë pranë familjeve dhe i begatoft me dritë, paqe e mirësi dhe Zoti ju amundsoft edhe të tjerëve vitet në vijim. Uroj që këtë ditë të sjellë më shumë dashuri mes nesh, më shumë mirësi në shoqërinë tonë dhe më shumë besim tek Zoti i gjithësisë. Edhe një herë ju uroj gjithëve nga zemra ime më të mirën për ju, për familjet tuaja. Allahu ju nderoft dhe ju begatoft dhe të jemi mirë gjithmonë, të ndërtojmë vendin ton për të mirën e rinisë ton. Gëzuar Kurban Bajramin, paqja, mëshira dhe begatia Allahu qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Faleminderit. Kjo fest është shkollë vlerash që na mëson të ndajmë me tjetrin, të kuptojmë nevojën e tjetrit, të ngrem urat e dashurisë dhe të shembim muret e indiferencës. Për të folur më shumë rreth botkuptimit shpirtëror të kësaj feste, ftojmë për ligjëratën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Tauland Bica. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimi i takon atij, i cili na dhuroi jetën, na mundsoi të besojmë atij dhe na mundsoi të mblidhemi për ta falënderuar dhe për ta adhuruar atë. Paqja dhe begatia e Zotit qoftë mbi profetin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ne dhe ju që ndjekim traditën e tij të bukur. Të dashur vëllezër dhe motra besimtare, sot është ditë gëzimi, është ditë falënderimi dhe ditë afrimi me Allahun e madhëruar.
në këtë mëngjes të bukur Bajrami, këtu në këtë bulevard të stërmbushur, ndoshta dikush prej nesh ka ardhur me zemër të rënduar, dikush me halle familjare, dikush me lodhje shpirtërore, dikush me plagë që nuk i di askush, por një gjë është e sigurt, që të gjithë ne i besojmë Allahut dhe i mbështetemi atij. Ky besim na qetëson, na forcon dhe na motivon për të kapërcyer çdo vështirësi dhe çdo shprovë të jetës. Dhe pikërisht kjo është bukuria e Islamit. Prandaj sot nuk është fest vetëm e kurbanit, sot është fest e shpresës, e faljes dhe e mëshirës së Allahut. Në prag të çdo bajrami secili prej nesh kujdeset për shtëpinë, për veshjen, për sofrën apo për gjithçka tjetër që e bën të këndshme dhe të gëzueshme këtë ditë. Por Islami na mëson se krahas tyre besimtari duhet të kujdeset edhe për pastërtinë e zemrës së tij. Prandaj Allahu thot: "O bijtë Ademit, ju kemi dhënë veshje për të mbuluar trupin tuaj dhe për zbukurim, por veshja më e bukur është ajo e devotshmërisë." Sepse bukuria e vërtetë e njeriut nuk qëndron tek pamja e tij e jashtme, por tek shpirti dhe zemra e tij e pastër. Normalisht që Kurban Bajrami na rikthen tek historia e Ibrahimit dhe Ismailit. Në fakt, kjo nuk është thjesht histori e një kurbani, është histori besimi, bindjeje dhe sakrifice, është histori dashurie për Allahun e madhëruar. Në kuptimin figurativ të fjalës, secili prej nesh ka për të bërë së paku një kurban në jetën e tij. Dikush duhet bëj kurban egoizmin, dikush materializmin e theksuar, dikush krenarin dhe mendjematësin, dikush tjetër urrejtjen e mllefin, dikush padrejtësin e dikush mëkatin që e ka rënduar dhe lodhur për tërë jetën e tij. Sepse thelbi i kurbanit nuk është vetëm sakrifica e jashtme, por mbi të gjitha pastrimi i shpirtit dhe afrimi i tij me Allahun. Të nderuar vëllezër dhe motra, mendoj se sot kemi më shumë nevojë se kurrë për besim, për ndershmëri, për drejtësi, qytetari dhe mbi të gjitha kemi më shumë nevojë për përgjegjshmëri. Vetëm këto ditët e fundit kemi parë raste dhe ngjarje me të vërtet tronditëse për të gjithë ne. Kemi parë raste vetvrasjesh, kemi parë raste aksidentesh automobilistike, fëmijë që aksidentohen duke shkuar në shkollë e të tjerë që goditen duke luajtur në bulevard. Janë ngjarje të dhimbshme, të rënda dhe tronditëse, të cilat nuk mund të kalojnë pa një reflektim. Të gjitha këto tregojnë se ne kemi nevojë më shumë për përgjegjshmëri. Së pari për përgjegjshmëri institucionale, së dyti për përgjegjshmëri qytetare dhe individuale dhe mbi të gjitha për përgjegjshmëri morale. Prandaj besimtari nuk mund të jetë indiferent ndaj dhimbjes së shoqërisë. Ai nuk jeton vetëm për veten e tij, ai përpiqet të bëhet burim sigurie, qetësie, mirësie për të gjithë të tjerët. Dhe ndryshimi fillon pikërisht tek vetja jon. Fillon nga familjet tona, fillon nga edukimi që ne u japim fëmijëve tan, fillon nga mënyra se si sillemi në rrugë, në punë, në institucione dhe me njerëzit që na rrethojnë, sepse ne jemi besimtar. Dhe besimtari është ai i cili ndikon pozitivisht në shoqëri, që përhap moral, që ruan jetën, që sjell qetësi dhe që përpiqet ta bëjë botën përreth më të mirë me besimin, sjelljen dhe shembullin e tij. Nuk mjafton të ndërtojmë vetëm rrugë e pallate nëse zemrat tona rrënohen. Nuk mjafton të pasurohemi ekonomikisht nëse varfërohemi shpirtërisht. Nuk mjafton vetëm teknologjia nëse humbasim njerëzillikun. Mirë po ka ende në shoqërinë tonë njerëz të cilët kanë shumë mirësi. Ka ende prindër që lodhen për familjet e tyre. Ka ende nëna që luten për fëmijët e tyre. Ka ende të rinj që e ruajnë moralin dhe besimin. Ka ende njerëz që jetojnë duke patur parasysh halalin dhe haramin. Ka ende njerëz prej atyre që i kanë frikë Allahut dhe ka ende prej atyre që ndihmojnë njëri tjetrin duke patur parasysh
Porosin e profetit I cili ka thënë, më I miri për jush është ai që u sjell më shumë dobi njerëzve. Vëllezër dhe motra të nderuara, Zoti I gjithësisë ka zgjedhur që sot të jetë gëzim për të gjithë besimtarët, dhe siç dihet, kur gëzimi ndahet me të tjerët, ai shtohet. Prandaj let mos kaloj ky bajram vetëm me urime të thjeshta apo me mesazhe, por të hedhim hapa më konkrete, duke vizituar të afërmit, komshinjt apo miqt tanë. Njëkohësisht të lutemi për njëri tjetrin që Allahu të na I pranojë kurbanet, të na I shtojë të mirat dhe të na I pastrojë zemrat. Ta lutim atë të ua pranojë adhurimet haxhilerëve dhe të gjithë atyre që ndodhen në ato vende të bekuara. Ta lutim atë që të na ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe, të na udhëzojë ato në rrugë të drejtë dhe rrugë të mbar. Allahu na forcoft në rrugën e Tij dhe gëzuar festën e Kurban Bayramit. Të nderuar besimtar, një njoftim I rëndësishëm që pas faljes së namazit, Muftiu I Tiranës, Zoti Bilal Teqja, do të mbajë hutben e Bajramit. Dëgjimi I hutbes është pjesë e rëndësishme e adhurimit të kësaj dite, ndaj ju lutem të gjithëve që pas faljes së namazit të mos nxitojmë për të ngritur, por të qëndroni dhe ta dëgjoni me vëmendje hutben. Tani ka ardhur koha e faljes së namazit të Kurban Bayramit, një nga momentet më kulmore dhe më të dashura të këtij mëngjesi. Zoti ua pranoft adhurimet, lutjet dhe veprat e mira. Uroj që çdo ditë e jetës suaj të jetë ditë me paqe, mëshirë dhe dashuri. Gëzuar Kurban Bayramin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما صليت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه على نعم أتمها وعافية أكملها وفرحة في القلوب أنبتها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله. Falënderimet janë për Zotin e botrave, e falenderojmë për mirësitë që ai dhuroi, për begatitë që i fali e i plotsoi, për gëzimin me cilin zemrat tona i zbukuroi. Dëshmojmë se Allahu është i vetmi Zot që me drejt meriton adhurim dhe se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa ishte robi i dhe i dërguar i Allahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kur i madhi Zot krijoi parajsën e përjetësisë,
e stolisi me bukuri e mrekulli që syri si ka par, madja as mendja si ka imagjinuar, tha qad aflaha al-mu'minun, fituan besimtarët e mirë dhe të sinqert, fituan njerëzit shpirt mdhenj, që duan Zotin, i duan krijesat dhe besimin e kanë të shtrenjtë në zemrat e tyre. Ata jetojnë parajsën e kësaj jete dhe ata e meritojnë parajsën e përjetësisë. Lumë për ata cilët pastrojnë zemrën nga urrejtja, nga ego e smur, nga smira e zilia, nga përçmimi e përgojimi. E vulosi Zotin Kur'an për të na treguar se çfarë vlere ka zemra dhe shpirti i pastër. Qad aflaha men zakkaha, luma i cili e pastroi shpirtin dhe zemrën e tij. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahi alhamd. Të dashur besimtar, historia e profetit Ibrahim dhe djalit tij Ismailit nuk ishte thjesht një histori ku mësohet rituali i therjes së kurbanit. Ajo na mëson se ne me kurbanin ton duhet bëjmë kurban egon dhe pasionet që na tërheqin për tek e keqja, joshjet dhe dëshirat që na largojnë nga hyjnorja, dhe çdo gjë që na pengon të bëhemi besimtar të mirë, njerëz të denj, njerëz që duan për tjerët atë që dëshirojnë për vetët e tyre, dhe njerëz që kanë besim dhe siguri tek e mira dhe mbështeten tek ajo. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahi alhamd. Sa shumë kemi nevojë t'ja tregojmë fëmijëve tan historinë e sakrificës profetit Ibrahim dhe Ismail, që të kuptojnë se një fëmijë i mbar lidhjen me prindin e ka shumë të fortë, besimin tek këshillat e prindve, se nuk ka prind sipërfaqen e tokës që dojë të keqen për fëmijën e tij, që ta kuptojnë se sakrifica në rrugën e të mirës është shumë më e mirë se sa sakrifica në rrugën e të keqes. Sot më shumë se kur edukimi është bërë një sfidë e madhe dhe është kthyer në një merak që na bren të gjithëve, fëmijë të dashur ndriçojeni jetën me besim dhe me dashuri për Zotin, e nuk do të mbeteni kurrë në errësirë dhe të pandriçuar. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të dashur besimtar, në hutben e lamtu mirës profeti ynë, profeti zemrave, na porositi dhe na tha se gjaku, pasuria dhe nderi i çdo kujt është i shenjtë, ndaj konsiderojini të shenjta ato. Ky bajram duhet jetë moment reflektimi për gjithë secilin prej nesh. Ktheja një hakun dhe drejtave të zotëve tyre, nëse jeni besimtar të mirë. Le të falim dhe të tolerojmë për hatër të Zotit. Zoti ynë, në këtë ditë madhe na falë na mëshiro. Pranoj lutjet dhe veprat tona nga zemra për të gjithë besimtarët dhe besimtarët, për gjithë shqiptarët, gëzuar Kurban Bajramin. Zoti ju begatov dhe Zoti ju shpërbleft. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd.
po zoti e bekoft. Do të një moft. Selam aleikum. Me telefon. Me telefon. Zotin nderoj, në një djalë, na më shkos, edhe të kesh pry. Selam aleikum, zua. Zotin nderoj. Walas, çfarë bën? Çfarë do të bëj? Selam. Selam. Përshëndetje inshallah. Shumë bukur. Lasëm trollat të Tamam o rregu. Misione. Më stresoj shumë ai u ngjita me djerth për